Gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar ka shpallur fajtore avokaten Erida Lazimin për veprën penale, ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike në kuadër të një fraksioni të dosjes që njohur si dosja Toyota Yaris. Sipas vendimit të shpallur më 6 maj 2026, gjykata e dënoi fillimisht Lazimin me 1 vit burg për shkak të aplikimit të gjykimit të shkurtuar, dënimi ulur 1/3, duke u reduktuar përfundimisht në 8 muaj burg. Megjithatë, trupi gjykues vendosi pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burg dhe konvertimin e tij në 16 muaj shërbim prove. Gjatë kësaj periudhe, Lazimi do të duhet të mbajë kontakte të rregullta me shërbimin e provës dhe të mos kryejë vepra të tjera penale. Gjykata gjithashtu vendosi që shpenzimet procedurale të hetimit dhe gjykimit të përballohen nga e pandehura në mënyrë solidare me bashkëpandehur të tjerë të së njëjtës çështje. Vendimi mund të ankimohet brenda 15 ditëve në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar.